Sa ka sevape ai i cili lexon Kur'an? Nuk ka dyshim se Kurani është libër madhështor. Andaj, dhe me automatizëm, leximi i librit të Kuranit, mësimi, studimi, analizat, kanë një shpërblim të madh nga feja jonë madhështore. Pikërisht për leximin e dërguar Allahut ka thonë, ai i cili lexon librin e Allahut, Kur'anin, për çdo shkronjë, Allahu ka për ta shpërble me 10 shpërblima pa 10 sevape. Po se sevapi ka kuptimin shpërblim. Ashtu, po. Sevapi ka kuptimin shpërblim, po ne e përdorim këtë nocion nga se është vetëm sa është bërë shprehje dhe kulturë e komunitetit tonë, se sevapi nuk kupton shpërblimin nga ana e Allahut subhanahu wa taala. Më pastaj dërgollohet vazhdon në defim thot duke treguar apo duke qartësuar thot nuk ju tham elif lam mim, po elif të thuash 10 sevape në veti. Lam 10, mim 10 që nënkupton total 30 shpërblime apo 30 sevape. Imagjinoje 3 shkronja 30 sevape. Një faqe, po ta lexojmë nga Kurani, aty dykun 2-3 minuta merr leximin varësisht prej shpejtësisë që lexon lexuesi. Aty dykun i ka të paktën 100 shkronja, ka 10.000. Një tregti dhe një biznes, e këtë biznes që ta jep Allahu nuk ka shansa njerëzit përfitojnë nga njerëzit e kësaj bote. Është një benefit shumë i madh, mirë po vetëm se kërkohet një interesim dhe një vëdësim më i madh prej neve, duke pas parasysh se është sevap dhe shpërblim i madh. Mirë po për me pas parasysh këtë gjë, ne duhet ta nënvizojmë një sen. Shiko tash, nuk ka komunitete apo kombe, apo shka të thuash dallohen njerëzit apo identifikohen me diçka. Një kom identifikohet ose me gjuhë, ose me veshje, ose me një kulturë dhe shprehje. E besimtari duhet të dallohet apo duhet të identifikohet me Kur'an. Për ndryshe, atëherë mo letër njoftimi i këtij nuk është shumë i qartë. Shëre, duhesh të identifikohesh me Kur'an. Çka i bie kjo? Çoçrohesh me Kur'an, të bëhet pjesë e jetës Kur'an, agjende e përditshëm. Për ta kuptuar këtë më mirë, i dërguari i Allahut e ka pas shprehi edhe ka pas agjend përditshëm leximin e Kur'anit, saqë kur është pyet Aisha, e kanë pyet, na trego për kulturën dhe moralin e Resulullahit, nuk ka zgjedh përgjigje më të mirë duke thënë se Kur'ani ishte morali i tij, identifikimi i tij. Me këtë është përcaktuar. Ne nuk mundemi si besimtar të përcaktohemi jashtë Kur'anit. Përndryshe kena deviju në një formë apo formë tjetër, e kena hup bosullën e saktë.